jam atje. Pra, më ka dënuar një gjykat e cila ishte formuar në mënyrë të paligjshme, sepse ka një gjykatëse, zonjën Irena Gjoka, e cila nuk duhet të ishte gjykatëse. Për 2-3 arsye. Jo vetëm për dënimin në Greqi dhe dëbimet, por edhe për problemin që kishte në Shqipëri. Kjo është e pastër dhe e zëm se unë jam greku i poshtër, ai njeriu që duhet të dënohet, njeriu që nuk duhet të greqizojë, marrën. Kjo zonjë ka marrë gjithë opozitën shqiptare. Si e pranojnë qytetarët shqiptarë dhe dëgjoj debate nga gjoja jurist në Shqipëri? Nëse me që jemi ke kjo çështja e grekut, më fal Beleri, po, me që jemi te çështja e grekut dhe ëndra më e madhe e Irena Gjokës të bëj greke ishte. Me letra falso. Po tash nga dëshpërimi. Nga dëshpërimi. Unë besoj se do ishte më ndershme nga ana e kolegjes të dalin të thonë kemi urdhër ta mbrojmë, duam ta mbrojmë, se sa të merren me letra të falsifikuara.